Rikualifikimi i hapësirave të gjelbta të qytetit, investime këtu të cilat ka nisur në disa hapësira të qytetit të Vlorës. Investimi tjetër ka nisur tashmë pranë Lulishtes në lagjen e Isa Boletini, pranë zonës së Kalit të Trojës. Një investim për 6 milion lekë të reja, ndërsa fatet e parashikuara janë rreth 3 muaj. Punimet tashmë kanë nisur, por si e shohin qytetarët dhe kryesisht mosha e tretë, të cilët kalojnë një pjesë mjaft të mirë të kohës në ambiente të tilla. Në intervistat e tyre për Blu Televizion, ata ndajnë mendime të ndryshme, ndërsa vlerësojnë se një projekt i tillë është mjaft i rëndësishëm dhe duhet të jenë sa më të shumta ato që pranojnë se ndoshta do të ishin realizuar edhe më parë. Megjithatë, ky investim duhet vlerësuar në kohën e zbatimit. Si e shikoni? Mirë do të bëj. Atje. Është një investim që do t'i vlej zonës tu, juve vetë që qëndroni? Ne për krah tash që po ashtu ikim andaj poshtë. Ne këtu e kemi qendrën. Mirë. Ju vini shpesh, qëndroni shpesh? Ja, po edhe. Tu vëmë. Qëndroj. Duhet të kryen më shumë ambiente të tilla. Po patjetër lëgjë, tu çfarë? Që ambiente shkyt, është një cop. Ajo duhet ishtë bërë që ata e patën do bënin pallat njëra aty apo. Na pallati e lanë. Është e rëndësishme, është Po e rëndësishme, po ja vlen se duhet bëj më përpara. E kanë bërë tani, jo që ata kanë bërë rrugët cop edhe. Nuk vën dorë ata që e kanë për detyrë për t'i bërë. E ka kryetari i bashkisë atë punë. Megjithatë do të jetë një ambient ku edhe mosha e tretë ndoshta duhet të ketë më të përshtatshëm. Duhet të jetë vend i përshtatshëm, aty vinë ata punojnë, ne rrim në stole aty, ata vinë e punojnë me Nëse padron. të bëhet do jetë mirë, mendoni që do jetë? Mirë do jetë. Ky investimi shumë i mirë. Me kënaqje u shoh bën investime, po jam me vonesë, jam hajde, kështu më vosa kur. Do jetë një vend shlollës për moshën e tretë, dhe çmë ndryshe ndoshta. Atë që gjallë për ne mendojnë që të pension dhe do mendoj për ulishtet ata. Kush duke u bërë një lulishte e re, si e shikoni këtë? Ja vlen ky investim, duhet bërë më para, si e shikoni? Nuk e di. Si e shikoni këto punohet? Po duam që ta ashtu. Ta bëjmë atë. Ta bëjmë këtë gjë. Edhe në bëhet mirë. Vini shpesh këtu Xhaxhi? Po, unë e kam shpinë këtu. Shumë nga këta, të gjithë janë vetëm ata që janë që këtu. Që andea, unë jam një 100 metra. Ka vlen për juve? Po, shumë mirë. Projekti për rehabilitimin e zonave të gjelbta është duke u zbatuar në 3 lagje të qytetit, investime të cilat priten të përfundojnë në një afat kohor për rreth 3 muaj, duke i dhënë banorëve të tjerë hapësira të gjelbëruara.